Shtrati i Lumit të Tiranës dhe rruga e Arbërit po përballen me ndotje dhe me një asgjësim të vërtet mjedisor që nis që në hyrje të këtij aksi rrugor. Një denoncim ka mbërritur në redaksinë e CNA-s në 20 prill ku theksohej se subjekte private dhe individ të papërgjegjshëm po hedhin sasi të pafundme dherash dhe inertesh anës rrugës dhe në shtratin e Lumit. Me njëherë pas këtij sinjalizimi, kamera e CNA-s u zhvendos në periferi të kryeqytetit për të dokumentuar atë që konsiderohet një krim i hapur mjedisor. Pamjet e filmuara dëshmojnë një katastrofë të vërtet, mbetje inerte kanë bllokuar tërësisht anën e rrugës, ndërsa prezenca e gomave dhe mbeturinave të tjera e ka shndërruar këtë zonë në një kosh gjigant mbeturinash. Kjo masakër mjedisore po shkatërron në mënyrë të pakthyeshme ekosistemin e periferisë, duke bllokuar edhe rrjedhën natyrore të ujit. Bizneset po e trajtojnë rrugën dhe Lumin si një vend depozitim mbetjesh ndërtimi, duke përfituar nga mungesa e kontrolleve. CNA publikon këto pamje ekskluzive për të faktuar këtë skandal që ndodh në dritë të diellit, ku kamionët vazhdojnë të shkarkojnë dhera pas një pengesë në çdo hapësirë të lirë anës rrugës.